Dhe tani Sokol Kondakçiu, teolog. Të nderuar qytetarët e Shqipërisë, nëna, baballar, vëllezër dhe motra, bi dhe bija. Sot kemi ardhur nga të gjitha qytetet e Shqipërisë për një kauzë të drejtë, në mbrojtje të familjes dhe të jetës. Kemi ardhur këtu të protestojmë kundër ligjit për barazinë gjinore, në thonjza, i cili në përmbajtje të tij prek familjen, duke futur duart për të prishur strukturën e saj natyrale ashtu siç e ka krijuar Zoti. Duke futur kështu një koncept të ri për gjinin, duke nxjerrë atë nga konteksti i saj kuptimor, natyral, duke u shprehur me fjalën gjini, pra identitete gjinore të shumëfishta. Në Kuranin famlart thuhet: "O njerëz, ne ju krijuam nga mashkulli dhe nga femra. Ju bëm fise dhe kombe dhe popull që ju të njiheni me njëri tjetrin." Kështu ka ardhur njerëzimi deri këtu. Nëse kjo kulturë e huaj, hibride, që po mundohen ta fusin në Shqipëri, do të kishte ekzistuar më parë, njerëzimi nuk do të ekzistonte. Sepse është projekt anti-njerëzor, kundër njerëzimit, kundër martesës, kundër fëmijëve dhe çdo gjëje tjetër të mirë që ne kemi deri tani. Gjinia dhe seksi janë sinonime të njëra tjetrës, kështu që gjinia përcaktohet nga seksi dhe ato nuk janë gjëra të ndryshme. Kur themi mashkull është burr, kur themi femër është grua. Femra ka rolin e vetë pazëvendësuesëm në shoqëri, po ashtu dhe mashkulli. Dhe askush nuk duhet bëj rolin e njëri tjetrit për të ndjerë më i vlerësuar dhe më i respektuar. Përjashtimet që ndodhin për shkak të defekteve në lindje janë gjëra shumë të rralla. Dhe me që janë shumë të rralla, nuk përbëjnë rregull dhe aq më tepër një bazë për të miratuar apo të ndërtuar një ligj. Kushtetuta e vendit tonë garanton të drejta themelore për gjithë qytetarët, për të gjithë. Atëherë përveç të gjithëve, kush mbetet nëse i përfshin të gjithë? Një pakicë shumë e vogël, gati e papërfillshme ose inekzistente, për cilët kërkojmë të bëjmë një ligj, dhe ky quhet ligji diktatura e pakicës mbi shumicën. A është ky ligj në favor shqiptarëve, të muslimanëve, të krishterëve, apo jo besimtarëve, tradicionalistëve e tjerë? Jo, absolutisht. Është një ligj që na ofron me BE-n? Absolutisht jo. Sepse shqiptarëve u serviret ky ligj si një hap drejt BE-s. Por nuk është e vërtetë, sepse fakti që 21 vende nga vendet e BE-s nuk e kanë miratuar këtë ligj dhe janë antarë të BE-s tregon që kjo nuk është e vërtetë. Fakti që shqiptarët, ndjeshmëria që kanë shqiptarët për Bashkimin Evropian dhe antarësimin në BE, pra është një çështje shumë e ndjeshme tek shqiptarët, ata e sjellin të veshur këtë ligj me këtë rrobë. Sepse shqiptarët gjërësisht e pranojnë dhe nuk e kundërshtojnë këtë ide. Por, çfarë do të thotë që ne ta afrohemi në Europë? Do të bëhemi më shumë europian, më shumë se ç'na ka krijuar Zoti si racë të bardhë europiane në këtë gjeografi ku ne jetojmë që prej lashtësisë. Se si mund të jemi më shumë europian se sa kaq? Ne, nëse do të vijë kusht për shqiptarët që do të futen në Europë, të hyjnë në Europë, duke u zhveshur nga të gjitha zakonet e traditat e bukura që kanë shqiptarët, me zakonet e tyre të mira dhe traditat e tyre të bukura, dhe për të zhveshur nga të gjitha moralet e mira dhe të bukura që kemi vetëm për të hyrë në Europë. Vallë, kjo nuk është e vërtetë. Përpyetja bëhet, vallë, a do t'ja vlente? Nuk ja vlen. Sepse nuk mund të nxjerrim gjithçka që kemi në shitje.
Absolutisht jo. Për politikanët, dy gjëra. Ata deputet që e kanë miratuar, kanë ngritur dorën për këtë ligj, ose kanë nevojë vetë për këtë ligj, janë pjesë e atij komuniteti, ose në mendimin më të mirë, që unë mendoj se janë kështu, janë të urdhëruar, kanë urdhër politik. Dhe kjo është e vërtetë. Por a vlen mandati yt si deputet më shumë se familja, më shumë se fëmijët, më shumë se kombi yt dhe ardhmja e tij? Absolutisht jo. Atëherë jepet dorëheqjen dorëzoje mandatin. Atëherë, në qoftë se ata kanë mbritur, sikur se e deklarojnë, në kariket e parlamentit me votat e shqiptarëve, duhet konsultoheshin dhe të këshilloheshin me qytetarët, me ata që i dhanë votat. Por ata nuk e bën. Edhe kjo quhet tradhti ndaj shqiptarëve, ndaj qytetarëve, ndaj atyre që i dhanë votën dhe i besuan atyre për qeverisur me një qeverisje dinjitoze për shqiptarët. Në fund fare, tani që ligji është në dorë të Presidentit të Republikës së Shqipërisë për dekretim, i bëjmë thirrje të mos e dekretojë atë ligj. Nëse do që të kujtohet në historinë e Shqipërisë për një akt fisnik në mbrojtje të familjes dhe të kombit. Mos e voto nëse do të kujtohesh në historinë e Shqipërisë për një akt fisnik në mbrojtje të familjes dhe kombit. Përndryshe do ta mbarosh mandatin me turp. Dhe me turp do të kujtohesh për këtë të keqje të madhe që po i bën shqiptarëve. Ju faleminderit.